kuptimi që ke patur të dy marrëdhënie të mirë, ndërkohë që ne të dy me njëri tjetrin jemi fërkuar tjetër kohës. Po me qytetari gjithmonë, asnjëherë se kemi shkelur limitet. Edhe tek ty, ashtu siç jam afruar në çik, kështu. Në mendje, jo duke e pyetur, jo duke testuar atë për ty. Po te mendja ime se këto janë çik afër, e kupton edhe do trajtoj çik ndryshe. Po edhe unë e kam ruajtur atë farë respektin me thënë të drejtën. Edhe hajde më nesër. Po, se ne shumë herë kemi hapur si bisedë. Edhe kur kemi folur, edhe kur ka rënë muhabeti për mirë. Po, e ke thënë që unë nuk kam asgjë si njeri, si personazh, si artist. Përkundër asnjë kam shumë respekt. Po patjetër ato, po unë vetëm po Që tregoj nuk po me flas fare të tana njerëzore. Ishte fati keq që të përballim të tre në këtë pikë lojës në nominim. Sipas senëve që na ra. Kur u ndam tonë ra, po si përfunduam kështu. Po si u bëm kështu, u bëfshim lëmsh. Si ka mundësi, se na pse na ndodhi kështu më ra? Më ka lutona. Ha? Hajde më pse na ndodhi kështu. Ja, do burse po bëjmë veç kështu pjesën sentimentale, domethënë. Tjetër ashtu si jemi njerëz, jemi robota dhe hajde trym edhe të themun ti do dalësh vëlla se më ke bezdisur ke një 2 javë, e kupton, nuk po duroj më. Hajde, një më pak. Ta themi edhe kështu, po. Nuk është vendi këtu, se prandaj na ftuan për darkë. Se ashtu na kishin ftuar në poligon. Shkoni pak te 5G atë. Jo në poligon. Spektatorët që kemi. Dhe kam përshtypjen që bën më mirë kështu se kanë evituar atë. Gjithsesi. Shfaqjen. Bravo. Ua, dhe ishte katastrofë. Unë nuk e di që në moment që kemi dalë në nominim, e kam shpërur më duket edhe me ju të dy, vetvete. Ju kam thënë që një nga sikletet e mia më të mëdha është kur të vit dita konferencës, sepse do bëhem unë personalisht e ndjeja vetëm një dart që vetëm dëgjuanin. Janë gjithë kështu. Dhe gjithsesi, kjo gjë jon ka shërbyer për mirë, që lojtarët e tjerë të jenë vigjilent, mos bën gabime. Vjen zarfi. Gabime prap do bëjmë se. Edhe s'më vjen mirë është të bëjmë shembull. Jo, shembull, po shumë mirë, e di pse. Bëjmë kurban me. Se shembulli i mirë jemi vetë nga natyra. Me që është fjala kurban. Fiks. Sa hajde ta natyra të tjera që për mos përmendur emra që janë sjellë në mënyrë të tillë. Kanë shpëtuar pra për fat. Kanë shpëtuar për fat. Mirë, gjithsesi. Po. Prap mbetet. Të tjera gjëra kemi. Mbetet, sepse ne kemi që nga Prime dhe deri sot që për çdo gjë është batuta mos se do të nominoj për cënim privatësie, mos domethënë gjithë secili e ka kuptuar që kemi lënë ca highlight. Bravo, gjithë secili e ka kuptuar që e vërteta e këtij nominimi është drama. Keq më vjen tjetër gjë që edhe më çpo kuptoj me çka më arritur të nuancë nga këta të shtëpisë, ca gjëra që nga këta të rinj të shtëpisë që kanë ardhur. Ca gjëra që kanë mbetur. Që sigurisht me kalimin e ditës do linim edhe të tjera. Po, hajde. Çdo gjë ndodh për një arsye. Po, e vërtet. Edhe suksesi që secilit në të gjitha drejtimet. Do të jetë një motiv për të ecur përpara dhe për ta shfrytzuar jashtë atë pjesë. Po. Çfarë është bërë tani? Të na shërbej të treve. Po. Unë jam prapë si thash, po. Ja, tash po mirë, më hajde. Mos të them atë. Hajde nxjerrë emrat urgjent. Do ta marrë atë. Se kështu i bën bisht. Ç'do? E do ndonjëherë ëmbëlsirën, do ta. Atë s'do marr sigar. Ah, po unë dua ëmbëlsinë, të lutem. Xhaxhimiri? Po. Po Xhaxhimiri. Xhaxhimiri. I marrim me veten më? Ja, më çfarë me vete? Gjynaf to se këto sa si prekon miço. Mua s'është se marrim me vete, pastaj. Ja, mirë këtu. Do ta lë pjatën këtu? Po le. E do të? E mirë, vllai i madh. Opa. Vllai i madh, shikoni vetëm ja vajz tu. Edhe na bëj çik punë tash se kemi edhe punë. Domethënë më mbrajt tu si queen që jam. Më trajtu si queen. S'ka gjë, ja. To janë çunat sot. Kush ishin emrat e tuaj që Shikoj. Hajde Xhaxhimiri. Tregoj emrat. Jam i vetmi që më ka lezoj t'ja them, se unë e kam shpjeguar. Edhe nuk kam thënë asnjë mos ja ula ja. Un kam një tjetër se Mili. Kam Mili. Po mirë. E di pse ose Xhaxhimili se kur më merret me Mali më duhet aq i vogël se që më duhet ta thras Mili. Mili dhe Mali. Mili. Ja kam thënë. Ka thirrur nipi kur ishte më i vogël. S'ka problem. Tani emrat. Je i vetmi person që sido që ta kesh thënë Xhaxhimiri, sido që ta kesh thënë. Sido që ta kesh thënë, prandaj theksoj, asnjëherë nuk e ka marrë për keq. Ka të tjera ty që e kanë përdorur dhe ja ka marrë për keq, por nuk i jap shenjë se është dobësia, e ke parasysh? Po ty ta them që në çdo moment që e ke përdorur, edhe në nerva e sipër që kam qenë, edhe në haj. Brenda mund të kesh ashtu një buzëqeshje ose një. Kur më ke thënë Xhaxhimiri, kam thënë
Jam mirë, vazhdo, s'ka problem, e kupton? Tani, Xhaxhi Miri do përgjigjet jo me Pandorë, me sistem Pandore. Pra, në këtë pikë të lojës të heq ato që duhet të heq. Bravo. Në këtë pikë të lojës tani në këtë moment me ndjesi dhe marrëdhënie do reagoj me ndjesi dhe marrëdhënien që kam tani në këtë moment me personazhin që kam tani. Se me Pandorë do ta tregoj unë kur të mbi Pandora, se s'do jenë këta. Ja, pas tash. Më bën plas shpirti, por në këtë moment unë do të çoja në nominim, jo për ta nxjerrë nga shtëpia, por ta çoja në nominim te kjo treshja. Te kjo treshja, jo se ai del nga shtëpia, te treshja. Por kjo treshje mua më bezdis në këtë moment. Dhe janë të pa vlerë fare për mua në këtë shtëpi, në këtë moment. Dhe është Mali, është Mateo edhe Greta. Sepse janë 3 personazhe të cilët Malin s'kam si ta Evitosh, normal. nuk e di fare çfarë them më për Malin. E kupton se kam haruar. Too much, 18 ditë, 19 për shkon 20, është Mali po me të njëjtën sistem. Po vlla, më bezdise. Ndro loj. Ndro loj ose ik. Ose ik. Flas për Mateon sepse që në minutën 2 ka qenë shumë arrogant, shumë drejt për drejt në sulm, i kam përshtypjen që është i ndikuar nga loja që ka parë për jashtë, sepse nuk mund ta kesh në minutën 2 dhe me karton të kuq direkt, e kupton? Se flet iku rrethiti. Ti ke diçka aty brenda që dole direkt dhe nuk e ka pushuar duke thënë Shumë gjëra. Po. Dhe Greta sepse kur e kam takuar impaktin e parë brenda në akvarium, më duk shumë kështu mistike, domethënë ka një gjë që se di çfarë është. S'po e zbërthej dhe tek loja e djeshme, se vetëm nga ajo kam, nga loja e djeshme, domethënë gjithë tjerët i kam shumëzuar me 0. S'e bëjmë të asnjë përgjigje të asaj. Unë bëjmë mend. Çfarë ka thënë? Ja, ta mbaroj mirë dhe do ta tregoj unë. Çka ka Ka thënë? loja dje, po. Po, ajo ka thënë që lojtari më i pabesë është Miri, për mendimin tim. Se ka shitur lojtar. Jo, dhe u komentua që theti i pabes jam, po unë nuk kam shitur, vetëm kam bler. Sepse ti të konsiderosh dikë të pabes, tregon që ti Ja ke fut dikujt pra, Dikujt, që e po. ke me bes. bravo. Ashtë kështu. Dhe unë e kam Se i pa komentuar bes është një njëri që e ke në bes, e pret në bes. Ata do ta bësh në një pikë të lojës. Ore, Jo, po ore, patjetër, nemi po sot, po, nuk po e bën sot. Askush nuk po e bën sot. Me thënë Nemi atë që sot, është. dhe kjo fjalë e pa bes, mua më ka ngel në mendje, më ka vrarë aq shumë sa unë po e nxjerr nominim. E kupton se sa kam, domethënë, mbledh te kjo ndikuar. pjesa, sepse të gjithë përgjigjet e tjera atje kundra meje, se ti ishe vetë prezant, i kam pranuar. Të gjitha. Qas jam, më ka thënë Mali, më ka thënë Stine, më ka thënë Mateo, më ka thënë tjetri, gjithë. E vetmja gjë që mua më mbeti merak dhe jam shumë kureshtar të di pse pikërisht